Emisioni sot ka marrë ngjyrën blu, ndoshta jo në mënyrë vizuale, por do ta kuptoni përse. Shpesh ne flasim për tema të cilat i dedikohen thuajse të dy gjinive, ndonjëherë pak me hatër, kemi mbajtur edhe gratë, duke shprehur dhe folur për tematika të ndryshme rreth shëndetit të tyre, kurse sot i dedikohemi totalisht shëndetit të burrave. Do të flasim për një temë e cila është kryefjala e muajit nëntor, konsiderohet nëntori blu dhe është pikërisht për të vënë fokus mbi shëndetin e burrave, shëndetin mendor të tyre, por dhe duke patur kujdes për sa i takon kancerit të prostatës dhe kancerit testikular. Në fakt janë dy tema, ose le të themi tre tema, të cilat jo shpesh preken, kjo për shumë arsye. Ndonjëherë për hir të kulturave maskiliste, ndonjëherë për hir të turpit, frikës apo neglizhencës, shumë meshkuj përfundojnë në problematika të tilla shëndetësore, pa informacionin e duhur dhe në gradën e fundit. Kjo sepse her pas here shoqëria jonë nuk i vë fokus të problematikave të tilla dhe shpesh neglizhon vizitën dhe kontrollin tek mjeku. Dua t'ju them se 1 në 8 burra diagnostikohet me kancer të prostatës dhe sa i takon studimeve të fundit, është vënë re që nga 1.4 milion që numri i të prekurve me kancer të prostatës ka qenë në vitin 2020, pritet që sipas këtyre ritmeve të shkojnë në 2.9 milion burra në botë deri në vitin 2040. Kjo do të thotë që shifrat nuk janë të vogla, risku nuk është i vogël, grupmoshat janë të ndryshme, ndaj është mirë që t'i kthehemi edhe njerë kontrollit vetjak. Ashtu siç gratë kanë teknikat e veta të kontrollit për kancerin e gjirit, ashtu edhe meshkujt kanë mënyrat e veta për të kontrolluar testikujt e tyre dhe për të rregulluar apo përmirësuar shëndetin nëse shohin diçka që nuk shkon. Megjithatë, nëpërmjet fjalës së mjekes onkologe, nëpërmjet statistikave të ndryshme, nëpërmjet këshillave të ndryshme, ne sot do të marrim informacionin e duhur sa i takon kësaj problematike dhe si vjen re simptomat e para, cila është le të themi mosha më e prekur, çfarë problematikash sjell kjo sëmundje qoftë në fertilitet, qoftë në cilësinë e jetës. Gjithashtu do të kemi parasysh dhe diçka që është shumë pozitive krahasuar apo referuar kancerit të gjirit. Tek meshkujt, kanceri i prostatës dhe ai testikular vërtet mund të jetë një sëmundje e cila do të na çojë në kimioterapi, radioterapi apo terapi të ndryshme për trajtimin e saj, por asnjëherë nuk merr jetë, sidomos në raste kur ajo diagnostikohet në kohë apo trajtohet në mënyrën e duhur. Prostata është një organ shumë i vogël, por që ka një rëndësi shumë të madhe për shëndetin e meshkujve. Pa diskutim, në mënyrë direkte, as kanceri i prostatës, as kanceri testikular nuk ndikon në fertilitet dhe cilësitë e jetës, por terapia që duhet për të menaxhuar këto dy lloj kancerash, sigurisht mund të preki shëndetin e tyre mendor, shëndetin fertil dhe patjetër problematikat e tjera të shëndetit në tërësi. Ndaj, përmes diskutimeve të ndryshme, këshillave praktike, herëherë edhe pyetjeve që ju do të na bëni në pjesën e dytë e emisionit në Balance by Urida në kanalin tonë të YouTube-it, do të merrni përgjigje. Është shumë e rëndësishme të fokusohemi në mënyrën se si duhet të ushqehemi, stili jetesës, mbi pesha. A janë këto faktorë risku për këtë kancer? Patjetër që po, dhe për secilën prej tyre do të merrni një përgjigje. Ju rikujtoj që çdo të premte emisioni është live në 19:30 në kanalin tonë të YouTube-it Balance by Urida, në Instagram dhe po ashtu çdo të diel në orën 13 në Alb Radio në Zvicër. Fal valve të Alb Radios në Zvicër, edhe në diaspor, këto mesazhe do të përcillen për të dhënë më shumë interes apo le të themi për të sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar edhe më shumë popullatën. Shpesh e kemi thënë dhe shumë herë e kemi diskutuar që emisioni Balance nuk është thjesht një emision për të dhënë këshilla mbi shëndetin dhe ushqyerjen, por ka si fokus realizimin dhe krijimin e një grupi individësh të ndërgjegjësuar, të cilët shpërndajnë informacion me njëri tjetrin dhe zbatojnë këshillat për një shëndet më të mirë. Unë mund të flas shumë mirë për ushqyerjen sa i takon kancerit të prostatës, atij testikular, shëndetit mendor tek burrat dhe të gjitha problematikave tjera shëndetësore. Por dietologjia nuk është e vetme si shkencë, është një shkencë multidisiplinare dhe patjetër pacienti është ai i cili rrethohet nga mjekët, dietologët, nutricionistët, psikologu, psikiatri në raste të caktuara, specialistë të fertilitetit e kështu me radhë. Ndaj tani do të ndjekim doktoresh Jona Prifti, mjeke onkologe, e cila do të na japi disa këshilla të vyera, do të na hedhi poshtë disa tabu, do të na japi mesazhe interesante dhe do të na bëjë të kuptojmë se është shumë e thjeshtë për ta diagnostikuar, shumë e thjeshtë për ta trajtuar, por gjithmonë koha është çelësi. Nëse kapim gjërat në kohë, ja kemi dalë mban. Regjia të më ndihmojë me insertin dhe ne do të kthehemi pas pak në studio. Doktoresha, çfarë është nëntori blu dhe pse është i rëndësishëm për ndërgjegjësimin?
Muaji nëntor, njohur si nëntorin blu, është muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin testikular, mbi kancerin e prostatës dhe shëndetin mendor të burrat. Kjo lëvizje globale ka për synim pikërisht ndërgjegjësimin mbi këto patologji. Simbol është stilimi në mënyrë sa më kreative i mustaqeve, pikërisht për të vënë dritë dhe fokus në këto patologji kaq të rëndësishme për shëndetin e burrave. Cilët janë faktorët kryesorë të rrezikut për zhvillimin e kancerit të prostatës dhe atij testikular? Faktorët e riskut për të zhvilluar një kancer prostate është e para të paturit një familjar me një patologji të tillë, pra me një sëmundje të tillë, sidomos nëse familjarë juaj është diagnostikuar në një moshë të hershme, flasim këtu për xhaxhain, babain tuaj, vllain, pra familjarë të linjës së parë, një historik me infeksione të herpaseshme të prostatës, me një dietë të pasur me kalcium, duhanpirja gjithashtu një faktor risku, ndërkohë që tek faktorët të cilët ulin riskun për të zhvilluar një kancer të prostatës është dieta mesdhetare dhe dieta aziatike në fakt, sepse janë dy komponentë në këtë lloj diete, që është likopeni dhe seleniumi, që ulin ndjeshëm riskun për të zhvilluar një kancer prostate. Kanceri testikular prek një grup moshë më të re, relativisht, 18 deri në 35 vjeç, dhe faktori i riskut kryesor është një zhvillim jo normal i testeve gjatë fëmijërisë ose zbritja vonë e testeve, e njohur ndryshe si kriptokirtizën, dhe të paturin një familjar patjetër me patologji të tillë, sepse shkon në linjë gjenetike. Kur duhet një burr të kryejë vizita tek mjeku dhe cilat janë shenjat e para këtyre sëmundjeve? Mosha ka ndonjë rëndësi? Për sa i përket simptomave, në rastin e kancerit të prostatës, fatkeqësisht në stadiet fillestare pacienti në shumicën e rasteve vjen pa simptoma, pa shqetësime. Vetëm kur masa fillon evolon dhe zhvillohet, që mund t'japi ndoshta ndonjë çrregullim me urinimin, gjak në urinë apo në sperm, që pacienti mund ta bëjë që të shkojë tek mjeku për të bërë një vizitë. Ndërkohë që në rastin e kancerit testikular fillon patjetër me një vetë ekzaminim. Pra është vetë burri ai që duhet të ekzaminojë trupin e vet, zakonisht rekomandohet që të bëhet në dush një lloj sitograf që ekzaminojnë gjirin, e njëjta gjë edhe për djemt që duhet bëjnë një ekzaminim të vetes së tyre, dhe në rast se vën re diçka anormale që nuk ka qenë më përpara, atëherë duhet adresohen te mjeku. Mund të ketë në disa raste, por në përqindje të vogël, një ndjesi rëndese në fund të barkut, ndoshta një dhimbje në regionin pelvik, pra tek pjesa fundore, të cilat mund të evidentohen dhe të shihen edhe pastaj me eko të regionit edhe mund të dallohet edhe masa. A ka ndikim këto sëmundje në fertilitetin e një mashkulli? Fertiliteti është një temë mjaft delikate kur flitet për patologjinë e kancerit të prostatës dhe të kancerit testikular. Prandaj rekomandohet që krahas mjekut urolog dhe mjekut onkolog, pacienti të ndiqet edhe nga një ekspert i fertilitetit. Në rastin e kancerit të prostatës nuk është tumori në vetvete që ndikon te fertiliteti, se sa trajtimet që mund t'i ofrohen pacientit, qofshin këto trajtime hormonale, radioterapia apo kimioterapia, që ulin fertilitetin e tij ose mund të shkaktojnë një disfunksion erektil ose një rënje të libidos, pra të dëshirës së burrit. Ndërkohë që në rastin e kancerit testikular, ndërhyrja mund të jetë goxha debilituese, mund të ndikojë edhe në psikologjinë e pacientit në mënyrën se si ai e sheh veten e vet dhe automatikisht jep edhe probleme në çift mbi në aspektin e fertilitetit. I rekomandohet djalit që të shkojë tek eksperti i fertilitetit pikërisht për ruajtjen e spermës, duke qenë se trajtimet mund të ndikojnë në një rënje të fertilitetit të tij dhe në një moment të vonshëm të jetës, nëse dëshiron të krijojë familje, është më mjaft e rëndësishme që të jenë marrë masa preventive më përpara nga mjeku, pikërisht për të shmangur këtë problematik. Vetë diagnoza e kancerit është një diagnozë e vështirë për të pranuar nga pacientët, përpos problematikave që mund të lindin gjatë terapive që pacienti mund të bëjë, radioterapi, kemioterapi apo terapi hormonale, është mjaft e rëndësishme pikërisht të diskutohet dhe të komunikohet vazhdimisht me pacientin me qëllimin që të ofrohet sa më shumë komfort, sa më shumë lehtësi në menaxhimin e efekteve anësore që ai mund të ketë nga trajtimi. Gjithashtu fokusi pikërisht në nëntorin blu është që t'i lejohet burrave mundësia që të shprehin shqetësimet e tyre shëndetësore në mënyrë që të mos kenë ndruajtje në marrjen e masave të dhura dhe pistuese, pikërisht për të kapur në kokë këto patologji të cilat janë totalisht të kurueshme, sidomos nëse flasim për kancerin testikular, i cili është një tumor që në 95-96% të rasteve është totalisht i kurueshëm. Qëllimi i nëntorit blu është që të hapen biseda, njerëzit të marrin informacionin e duhur
dhe të interesohen për këto patologji në mënyrë që të merren masa dhe këto sëmundje të kapen pikërisht në stade fillestare ku janë edhe të shënueshme. Cili do të ishte mesazhi juaj doktoresha në këtë muaj nëntori, muaj të ndërgjegjësimit të shëndetit të burrave? Do të rekomandoja të gjithë burrat, ashtu si gratë trumpetojnë për shëndetin e vet dhe bëhet shumë buj për tetori roz, do të fillojnë të trumpetojnë edhe ata për shëndetin e vet, të fillojnë të bëhen më aktiv, më proaktiv më saktë për krijimin e fushatave të ndërgjegjësimit që burrat fillojnë të bëjnë kontrolle më të rregullta, qoftë me një matje të rëndom të thjesht postaje, me një vizitë urologu, me një eko të thjesht pelvike, në mënyrë që këto sëmundje, të cilat janë totalisht të shërueshme, të mund të kapen në kohë dhe burrat të mund të shërohen nga këtë patologji. Nuk duhet të ketë ndrojtje. Besoj se mungesa e informimit rreth këtyre patologjive është edhe shkaktari numër 1 që pacientët vinë, le të themi, në stade të avancuara dhe vonë te mjeku, sepse nëse ne fillojmë dhe interesohemi për këtë patologji, fillojmë bëjmë analiza të thjeshta laboratorike, mund të jemi ndoshta në trajtimin e duhur edhe për të marrë ndihmën e duhur. Nuk duhet të harojmë që parandalimi është më mirë se sa kurimi apo trajtimi. Mirë se erdhët në këtë pjesë të dytë të emisionit. Besoj që ishte shumë e vlefshme le të themi në një pjesë të dytë të pjesës së parë të emisionit, sepse realisht pjesa e dytë i dedikohet totalisht audiencës, pyetjeve tuaja, por besoj që nëpërmjet shpjegimit që doktoresh Jona dha ne morëm informacionin e duhur cila është mosha më e prekur, cilat raste janë më të prekura, pra trashëgimia e të tjera me radhë, çfarë është një analizë fare thjesht e rëndom që mund ta kryejmë dhe është pikërisht PSA-ja, apo një eko e thjesht abdominale për të kuptuar shëndetin e meshkujve. Në fakt, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se çdo ditë është dita e duhur për të kryer ekzaminime. Organizata Botërore e Shëndetësisë lançon ditë të caktuara për të sensibilizuar, por kjo nuk do të thotë që duhet të presim nëntorin, duhet të presim tetorin apo ditë të ndryshme për të bërë ekzaminimet. Në çdo moment të caktuar kur shohim se ne kemi një reagim ndryshe nga trupi jon, shohim dhimbje, shohim her pas here lodhje, kputje, e ndoshta ndonjëherë dhe mungesë të fokusit, apo simptoma të tjera që lidhen me ndryshimin e gjendjes tonë, është koha e duhur për të shkuar për të vizituar tek mjeku. Përgjithsisht ne diskutojmë se analizat mund të kushtojnë, një regjim ushqimor mund të kushtojë, vizita tek mjeku po ashtu, nuk kemi kohë, të gjitha këto ndonjëherë mbeten justifikime për t'u larguar së vërtetës, por duhet të kuptojmë edhe një herë që faktori kohë është më i rëndësishmi dhe marrja e informacionit po ashtu është shumë e rëndësishme. Siç edhe doktoresh Jona e referoi, po ashtu dhe mjekët më herët kur kemi folur për glaukomën në episodin e kaluar apo hipertensionin arterial në episodin e dytë, kemi kuptuar që mbi të gjitha faktori kohë është ai që ka vlerë. Ndaj, miq të dashur, kushtojeni pak kohë vetes tuaj, nuk kërkon shumë, mund të shkojmë një vizitë në të paktën 6 muaj tek mjeku, ndoshta një check-up rutin apo një kontroll i thjesht i organeve tona do të na bëjë të mundur kapje në kohë të situatës. Nëse sëmundjet nuk kanë simptoma, atëherë aty është më i lartë rreziku, ndaj keni kujdes për veten. Patjetër që jemi në një emision ku flitet për shëndetin. Jemi në një emision ku ushqyerja është fokusi i saj dhe patjetër është koha për të falenderuar. Gjithmonë e keni vënë re se në pjesë të ndryshme të emisionit unë ndalem për të falenderuar. Një nga le të themi benefitet që ka falenderimi është edhe mirëqenia e qelizave. Kur ne falenderojmë, bëjmë një dhuratë, ndërkohë e bëjmë falenderimin pasi kemi marrë një dhuratë. Kështu që për të qenë më mirë, për të qenë më të gëzueshëm, për të lumturuar qelizat tona dhe për të prodhuar më shumë serotonin, falenderimi është një element i cili nuk kushton, por që në fakt ka vlerë të madhe, është i çmuar. Dhe unë do të falenderoj pikërisht ata të cilët mundësuan realizimin e këtij emisioni dhe mbështetën realizimin e këtij emisioni. Së pari, falenderojmë Zip Multimedia, studion e cila në mënyrë të palodhur impenjohet gjatë gjithë javës që ky episod dhe të tjerët me radhë të jenë
vërtet një burim informacioni me një cilësi e kështu me radhë. Dhe erdhëm në pjesën ku ju më zhvendosni totalisht nga roli që kam, sepse jeni ju ata që drejtoni vërtet këtë pjesë nëpërmjet pyetjeve tuaja. Ndërkohë që regjia më bën gati pyetjet e ardhura, në fakt do doja të falenderoja të gjithë audiencën e cila nëpërmjet një postimi në story të Instagramit ka bërë pyetjet e veta dhe ne i kemi përzgjedhur. Po ashtu nëpërmjet Alb Radios të gjithë audienca e diasporës është angazhuar për të bërë dhe ata pyetjet e tyre për cilat sërish do të marrin përgjigje. Ndërkohë që regjia bëhet gati për të përzgjedhur pyetjet, do doja që të ndanim së bashku disa statistika globale dhe në Shqipëri sa i takon kancerit të prostatës, vdekshmërisë dhe patjetër rrezikut në mosha. Kështu që regjia të lutem të më paraqesi grafikun e statistikave globale që ne të mund ta interpretojmë. Pra, kanceri i prostatës sigurisht është një ndër sëmundjet më të zakonshme tek burrat në mbar botën, nuk është vetëm Shqipëria apo vende të caktuara të cilat vuajnë prej saj, pa diskutim që ka shtete të cilat e kanë numrin më të lartë të prekurve. Megjithatë, sipas të dhënave të vitit 2022 u regjistruan rreth 1.467.854 raste të reja me këtë sëmundje, duke renditur kancerin e prostatës si kancerin e katërt më të shpeshtë globalisht dhe të dytin më të zakonshëm tek burrat. Po ashtu, statistikat kryesore për vitin 2022 kanë referuar 1.567.000 raste dhe vdekje prej këtyre rasteve janë 397.430 burra, të cilët humbën jetën nga kjo sëmundje, ndërkohë që shkalla e incidensës së standardizuar sipas moshës është 29.4 për 100.000 burra, ndërkohë shkalla e vdekshmërisë standardizuar sipas moshës është 7.3 për 100.000 burra. Si kundër thash, vendet më të zhvilluara, le të themi vendet më të prekur janë shtetet e zhvilluar si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, vendet e Evropës Perëndimore, të cilët raportojnë nivele më të larta incidencash, kryesisht për shkak të diagnostikimit më të shpejtë. Dhe hidhemi sërish tek ajo që tham që faktori kohë është kyçi për të shpëtuar nga kjo sëmundje. Mbjetesa në vendet në sistemet e avancuara shëndetësore, shkalla e mbjetesës pas 5 viteve nga diagnostikimi është mbi 90% fal zbulimit të hershëm dhe trajtimeve të përparuara. Pra, si kundër e vumre, kemi të bëjmë me faktorin kohë dhe patjetër faktin që nga kjo sëmundje vdekshmëria është shumë e ulët, ndërkohë gjasat për të jetuar më gjatë janë shumë të larta. Le të hidhemi pak tek Shqipëria, çfarë thon statistikat për kancerin e prostatës në Shqipëri. Dhe rastet e reja në Shqipëri janë 257 me kancer të prostatës, ndërkohë vdekjet janë 128 burra të cilët humbin jetën nga kjo sëmundje. Shkalla e incidencës është 131.1 raste për 100 burra të moshës 55 deri 85 vjeç. Shkalla e vdekshmërisë, përqindja e vdekjeve nga kanceri i prostatës në raport me totalin e vdekjeve nga sëmundjet e tjera tumorale është 15.7%, pra është një shifër e konsiderueshme. Dhe po të vëmre, mosha 55 dhe 85 deri në 85 vjeç është ajo e cila ka riskun më të lartë për të zhvilluar kancer të prostatës. Në Shqipëri, incidenca e kancerit të prostatës është më e ulët se mesatarja evropiane, e cila është 469.7 raste për 100.000 burra. Megjithatë, mungesa e ndërgjegjësimit, kontrolleve rutinë, herher turpit apo stigmave të tjera sociale çojnë në diagnostikim të vonuar dhe në fazat të avancuara të sëmundjes. Faktorët kryesorë të rrezikut përfshin moshën mbi 50 vjeç, historitë familjare dhe stilin e jetesës. Pra, siç e vumre, ishin dy grafik të cilët na ndihmuan të kuptojmë se kanceri i prostatës nuk është i thjesht, por ama nëse preket ose kapet në kohë të hershme, mund të shpëtojmë jetë dhe patjetër të ruajmë cilësinë e jetës. Tani është momenti kur vërtet presim pyetjet tuaja dhe unë do t'i përgjigjem pyetjes së parë që kemi marrë për Instagramit dhe ka qenë cilat ushqime ndihmojnë në parandalimin e kancerit të prostatës. Në fakt edhe doktoresh Jona e shpjegoi edhe unë do ta përforcoj në fund të kësaj pjese edhe nëpërmjet një tabele e cila do të ketë të gjitha ushqimet, megjithatë, para se të shkojmë deri atje, por ju shpjegoj që ushqimet të cilat kanë sasi të larta të likopenit, sasi të larta të silicit, janë aleat shumë i mirë i shëndetit të prostatës dhe shëndetit të meshkujve në tërësi. Dhe është vënë re që nga ekzamenimet e meshkujve të cilët kanë pasur një dietë të pasur me likopen dhe silic,
është vënë re që PSA-ja, ky Markus, është më i ulët se sa tek meshkujt të cilët nuk e kanë në rutinën e tyre ditore apo në regjimin ushqimor praninë e likopenit. Kur flasim për likopenin, referohemi kryesisht familjes solanace, pra kryesisht patlıcan, domate e kështu me radhë, të cilët kanë sasi të larta të këtij elementi, sa i takon silicitës, spinaqi, qepa e kuqe, lakra e kështu me radhë. Një ndër pyetjet që regjia ka përzgjedhur është, ndërkohë që e hap, sikundër ju thash, ju të gjithë mund të bëni pyetjet tuaja ndërkohë që i përgjigjemi me radhë. Mirëmbrëma, a mund të ulet për masa e prostatës me anë të ushqimit dhe cilat ushqime janë më të efektshme për të. Tani, sa i takon për masës së prostatës, janë mjekët urolog, ata që mund t'ju referojnë problematikën shëndetësore që ju keni lidhur me përmasat e prostatës apo problematikat që lidhen me shfaqjet e kancerit apo jo. Por, sa i takon shëndetit e prostatës në tërësi dhe shëndetit e meshkujve në tërësi, regjimi ushqimor është patjetër ka një rol thelbësor së bashku me hidratimin dhe së bashku me aktivitetin fizik. Kështu që në varësi të problematikës shëndetësore që ju keni, që patjetër duhet të drejtoni te mjeku urolog pavarësisht gjithë këshillave që dietologët dhe nutricionistët japin për mirëushqyrje, mjeku urolog dhe në rastin e fertilitetit specialisti i fertilitetit është ai që përcakton vërtet situatën dhe a duhet një terapi apo jo. Megjithatë, ushqimi mbetet gjithmonë shoqëruesi më i mirë. Cilat ushqime ndihmojnë në parandalimin e kancerit të prostatës. Unë pak e shpreha këtë pyetje sepse është pyetje e Instagramit, por me sa duket audienca ka gjithmonë të njëjtat pyetje, pra ushqimet të cilat janë të pasur me sasi të larta të sulfurafanëve, që ndodhet tek familja krucifere, brokoli, lule lakër e të tjerë me radhë, lakër brukseli. Gjithashtu domatja është një element shumë i rëndësishëm, karrota po ashtu, por keni parasysh që të gjithë perimet, të cilat janë ngjyrë portokalli, të kuqe, rremt, të gjelbër të errët, duhet patjetër të konsumohen të gatuara. Domatja ka efekte më të mëdha nëse ajo konsumohet e gatuar. Për hir të faktit se likopeni, zeaksantina dhe luteina që janë antioksidantët e saj, paketohen më mirë kur janë në temperatura më të larta dhe niveli i përqendrimit të tyre është më i lartë. Si ndikon stresi dhe konsumi i duhanit, më shumë se një paket në ditë? Edhe si kur të mos diskutonim këtu kancerin e prostatës apo atë testikular, mjaftojnë të themi që po konsumojmë një paket në ditë dhe rreziku është i lartë. Sigurisht që duhan pirja ndikon në fertilitet, ndikon në cilësinë e spermës, ndikon në jetën seksuale të mashkullit, ndikon dhe në shfaqjen apo përshpejtimin e problematikave shëndetësore, marr parasysh këtu edhe kancerin testikular apo atë të prostatës. A ka lidhje midis aktivitetit fizik dhe uljes së rrezikut të sëmundjeve të prostatës? Patjetër që aktiviteti fizik është bashkëdhëtari më i mirë për një jetë të shëndetshme. Për çdo sëmundje rekomandohet aktiviteti fizik për jashtë rastet caktuara ekstreme, kur mjeku specialist i një sëmundje të caktuar mund të mos e rekomandojë, siç folëm në herën e kaluar për glaukomën e formave të rënda, ku individët nuk duhet të kryenin aktivitet fizik në mënyrë që të mos e dëmtonin më shumë syrin, por edhe në situata të tilla kur kemi probleme që vërtet mjekët e gjykojnë shmangjen e aktivitetit fizik, atëherë ne mund të heqim dorë. Në raste të tjera, aktiviteti fizik është patjetër aleat shumë i mirë. Si ndikon konsumi i alkoolit dhe kafeinës? Alkooli dhe kafeina, unë dua t'i marr me radhë sepse nëse flasim për kafeinën në formën e kafes apo çokoladës apo çajrave të ndryshëm që përmbajnë kafeinë dhe tein, sigurisht është mirë që të konsumojmë në formë të moderuar. Kafeina vetë si po të themi lëndë kimike përmban shumë, ose le të themi kafja përmban shumë antioksidant dhe mund të jetë një ide shumë e mirë për të parandaluar tumorët dhe kancer. Por nëse ajo shtohet në sasi dhe krijon atë stresin urogenital, mund të shkaktojë irritim të rrugëve urinare dhe mund të shkaktojë edhe problem sa i takon prostatës. Kështu që e moderuar do të ishte mirë. Sa i takon pastaj alkoolit, në mënyrë kategorike, persona të cilët kanë tendencë për PSA të lartë, persona të cilat kanë histori familjare për kancer prostate apo testikular, në mënyrë kategorike nuk duhet konsumojnë alkoolin. Të gjithë njerëzit nuk duhet ta konsumojnë alkoolin, por meqense jemi duke folur për këtë temë dhe po prekim, në mënyrë kategorike jo. Përveç dietave apo ushqimit, si mund të mbrojmë nga kjo sëmundje, na sugjeron diçka tradicionale. Kur flasim për tradicionalin, përsëri mbetemi te ushqyerja, te bimët, te holistikat, herbalistika dhe patjetër që ekziston çajra të ndryshëm si ai fenugrek, farat e kungullit, çajra të cilët janë rigoni po ashtu dhe elementë të tjerë të cilët e ndihmojnë estragoni po ashtu sepse ka edhe rol hormonal her pas here, pra ka rol hormonal duke imituar hormonet njerëzore, por nuk mund të zëvendësoj totalisht ato. Por prap duhet të tregojmë profesional dhe duhet të themi,
pavarësisht metodave tradicionale, dietologjisë, naturopatisë, herbalistikës e të tjera me radhë që pa diskutim kanë një rol thelbësor në shëndetin tonë, kur është fjala për të shkuar tek mjeku, kjo përsëri nuk duhet patur diskutim. Dhe po, krahas një terapie medikamentoze që mjeku gjykon se është e arsyeshme, ne mund të bashkëshoqërojmë edhe elemente të tillë nga natyra, të cilët na ndihmojnë për të lehtësuar simptoma apo për të rregulluar parametra, si kundër është DPS-ja në rastin e këtyre problematikave. Cilat barishta e përmendëm pak a shumë, si ndikon pesha trupore dhe obeziteti në zhvillimin e kancerit të prostatës. Patjetër që obeziteti është një ndër faktorët kyç të shumë sëmundjeve, konsiderohet faktor i modifikueshëm, përsa i takon faktit se ne mund të marrim masa nëpërmjet aktivitetit fizik dhe ushqyeris, por në rastet kur obeziteti pastaj është pak më ndërlikuar si situatë, se vjen dhe si pasojë e trashëgimit të genit FTO që është përgjegjës për mbipeshën, atëherë situata ndoshta mund të ndërlikohet pak. Por gjithsesi, nëse ne kujdesemi që të kemi një regjim të balancuar, kryen aktiviteti fizik me të paktën 30 minuta në ditë, konsumin e lëngjeve, cilësinë e gjumit, atëherë jam e sigurt që do ta reduktojmë riskun. Nuk mund të themi dot se nëse ne mbajmë një dietë gjithë jetën nuk do të sëmuremi, por ulim shanset për të pësuar probleme shëndetësore dhe aq më tepër të kancerit. Dhe ndikon obeziteti në tumor, patjetër që po, e dim shumë mirë që gjendrat diamore kanë tendencën të rrisin ose të japin favor shumimit të qelizave kancerogjene, ndaj patjetër ruajtja e peshës do të ishte një armë e fortë më shumë për ju kundër këtyre problematikave. Është efekt pozitiv nëse kafja ose macchiato nuk jep efekt pas konsumit? Atëherë, nëse unë e kuptova drejt pyetjen. Kafja është diuretik dhe laksativ, që do të thotë, pas konsumit të kafes, ne kemi sensacionin për të urinuar dhe për të jashtëqitur. Dhe patjetër, çdo individ i cili konsumon kafen, këto ndjesi i ka. Nëse ne teprojmë numrin e kafeve, dhe unë kam shpjeguar që numri i kafeve në ditë është 4 deri në 5 maksimumi, sepse trupi jon toleron 400 mg kafeinë në ditë. Kafeinën nuk e marrin vetëm prej kafes, e marrin edhe prej çajrave, edhe prej karameleve të cilat mund të përmbajnë kafe, nëpërmjet pijeve energjike që janë totalisht të ndaluara. Megjithatë, individ të caktuar për faktor të ndryshëm shëndetësor, për, po themi, gjasa apo rrisje për të pësuar probleme shëndetësore, mundet ndoshta të mos i konsumojnë dot 4 kafe, sepse nuk është detyrim, është limit që deri në 4 kafe trupi jon mund të konsumojë. Por individët që po flasim tani, që kanë probleme me prostatën, kanë probleme me nokturin, pra urimin e shpeshtë natën, kanë probleme të ankthit, probleme të cilat lidhet me hipertensionin, apo ndjeshmëri të tjera, është mirë që ta limitojnë atë ose të mos e konsumojnë fare. Kështu që nëse një kafe nuk ta bën këtë shqetësim, ti mund ta konsumosh, por më shumë se sa kaq nuk do të ishte mirë. Si ndikon konsumi i ujit dhe hidratimi në shëndetin e prostatës? Hidratimi është patjetër një ndër elementët thelbësor të jetesës tonë. Ne jemi gati 70-80% ujë dhe organet të ndryshme në trupin ton mund të jenë 80-90% ujë. Kështu që patjetër hidratimi është i rëndësishëm për transportin e lëndëve, për tretjen e vitaminave, për hidratim, për transpirim, pra për të ndihmuar procesin e defekimit e tjera me radhë, për të filtruar trupin ose le të themi ndihmon veshkat e kështu. Por nëse teprojmë sasinë e ujit mbi 3 litra ose çdo orë një gotë ujë, pra nëse e kalojmë këtë lloj mase, tek individët të cilët vuajnë nga prostata, mund të pengojnë procesin. Ama 2.5 deri në 3 litra janë patjetër të këshillueshme për të konsumuar në mënyrë që të ndihmojnë trupin të largojnë toksinat, por nga ana tjetër të ndihmojnë dhe procesin e urinimit dhe largimit apo procesin e filtrimit të veshkave. Çaji farave të gjëmbit të gomarit ndikon pozitivisht? Po, gjëmbaçi i gomarit ose qumështori ndryshe quajtur milk thistle, nëse keni parë në disa suplemente, është një ndër suplementeve të rekomanduara, bashkëshoqëruar me silicin, që përsëri është shumë i rëndësishëm. Duhet shmangur suplementimi kur ka sasi të larta të kalciumit, sepse mund të na rrisi shanset për të pësuar kancer të prostatës apo testikular, dhe përveç kësaj, kjo lloj bime, që të gjithë e njohim se si është, nëpërmjet farave të saj na ofron mundësinë për të rregulluar dhe shëndetin e mëlçisë. Është një hepatoprotektor shumë i rëndësishëm, e ndihmon mëlçin të kryejë procesin e vet të detoksifikimit dhe nga ana tjetër e pastron vetë mëlçin nga këto radikal të lirë, toksina, duanpirja, alkooli e të tjera me radhë. Cili është roli probiotikëve dhe shëndetit të zorëve në reduktimin e rrezikut të kancerit të prostatës? Ne dimë shumë mirë që marrja e probiotikëve është
e padiskutueshme. Pavarësisht problematikave shëndetësore për të cilat flasim, probiotikët përsëri mbeten fokusi në regjimin tonë ushqimor. Sa i takon probiotikëve, duhet patur parasysh që janë të shumëllojshëm. Mund të fillojmë nga produkti tradicional kosi, mund t'i referohemi kefirit që unë e kam përmendur shumë herë si një ndër fermentet në bulmet, por që nuk shkakton probleme me intolerancën ndaj laktozës. Po ashtu mund të konsumojmë kombuchen, që përsëri është një aleat shumë i mirë i imi edhe si bashkëpunëtor në këtë emision, por edhe si bashkëpunëtor për shëndetin tim, dhe patjetër kumbullat e thata, turshit her pas here, kastraveca turshi, lakra turshi, por keni kujdes në këtë rast të mos hidhet shumë uthull, sepse mund na vrasi, po themi, këto probiotikët, apo mund të krijohet pak më shumë acide. Kujdes me sasinë e kripës në to, dhe pa diskutim që probiotikët janë aleat shumë i mirë shëndetit të zorës. Dhe ja kështu fluturon koha nëpërmjet pyetjeve tuaja, si ka emrin ilaçi për mëlçin, Milk Thistle ose gjymbaçi gomarit. Mjafton ta kërkoni kështu se kudo në dyqanet bimore e gjeni, edhe në suplemente po ashtu gjendet. Gjithsesi edhe në Instagram mund të pyesni sërish. Kështu, folëm për kancerin prostatës dhe aty testikular, shëndetit të burrave në përgjithësi, dhe në fakt pas çdo sëmundje ajo çfarë ne diskutojmë është jetesa mbas problematikave që kemi kaluar. Mbi jetesa, sa të larta janë shanset për të mbijetuar mbas gjithë kësaj lufte. Secili prej nesh në momentin që ka një problem shëndetësor, sigurisht merr terapit, merr trajtimet, por gjithmonë e bën pyetjen vetes, sa do të mbijetoj. Dhe në fakt edhe për kancerin e prostatës, fatmirësisht gjasat janë që gati 90% e të prekurve të mbijetojnë dhe të kenë një jetë të normale mbas kësaj. Gjithsesi do doja që regjia të më ndihmonte me një tabel ku tregon gjasat dhe shanset për mbijetesë të këtyre individëve. Dhe sikundër tham që është shumë e rëndësishme që ne të kemi kapjen dhe diagnostikimin në kohë, sepse për mbijetesën pikërisht është kapja në kohë dhe diagnostikimi i hershëm, marrja e terapisë në kohën e duhur dhe marrja e terapisë së duhur për të rritur shkallën e mbijetesës. Sipas shoqatës amerikane të kancerit, shkalla e mbijetesës, regjia të lutem të më ndihmoj pak me tabelën, shkalla e mbijetesës 5 vjeçare për kancerin e prostatës të zbuluar në fazat e hershme është mbi 99%. Pra nuk është pak, pra 99% e të prekurve mund të mbijetojnë 5 vjet minimumi më shumë mbas problemeve shëndetësore. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e burrave me diagnozë të hershme mbijetojnë për të paktën 5 vjet pas diagnostikimit. Në Shqipëri ndërgjegjësimi për rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe diagnostikimit të hershëm është në rritje. Megjithatë, të dhëna specifike mbi numrin e jetëve të shpëtuar çdo vit për shkak të zbulimit të hershëm nuk janë të disponueshme publikisht, por është thelbësore që burrat mbi 50 vjeç ose ata me histori familjare të kancerit të prostatës apo atij testikular të kryejnë kontrolle të rregullta për të rritur shanset e zbulimit të hershëm dhe trajtimit efektiv. Pra siç e vum re, edhe nga grafiku që ne transmetuam, kuptohet që mbijetesa është e arritshme. Pra, pavarësisht sfidave të mëdha që mund të kalojë një burr gjatë këtij problemi shëndetësor, shpresa ekziston dhe 99% vërtet është një vlerë shpresdhënëse dhe kjo shifër pikërisht duhet ju bëjë që edhe nëse nuk ju ka shkuar ndërmend deri më sot, të bëni një kontroll, të bëni ndoshta edhe një kontroll vetjak, ashtu siç doktoresh Jona në insertin e pjesës së parë na mësoi, të paktën të shkoni të bëni një analizë rutinë PSA-je apo një eko pelvike e cila do të na japi më shumë informacion për organizmin. Një ndër pyetjet më të shumta që marrim në këtë rast është pikërisht ushqyerja. Unë ju shpjegova që në pjesën e parë që do të kemi një tabelë e cila do të përmbledh të gjitha ushqimet që na ndihmojnë për të rregulluar situatën apo për të përmirësuar atë. Në thelb janë patjetër antioksidantët, vitaminat, mineralet, fibrat dhe patjetër probiotikët. Megjithatë, regjia nëpërmjet tabelave të ushqimit do të na ndihmojë për të përcaktuar edhe më shumë dhe ju mbani shënime në momentin që shfaqen tabelat. Kështu që regjia të lutem më ndihmo. Dua të citoj diçka përpara se të interpretojmë tabelat, edhe pse ju jeni duke i parë tashmë. Në 9 mars të vitit 2023, në revistën shkencore The Science Daily, është botuar artikulli mbi dietën mesdhetare dhe parandalimin e kancerit të prostatës. Në fakt, dieta mesdhetare për çdo problematikë tjetër shëndetësore përsëri mbetet në krye të listës sa i takon benefiteve dhe qëndrueshmërisë që ka në shëndetin ton. I kthehemi tabelës. Të parat kanë vendosur domatet. Domatet në fakt nuk janë perime eksaistine, megjithatë ne mund të tregojmë pak më të zgjuar në stinën kur ato prodhohen, në stinën e verës, të mund t'i ruajmë në ngrirjen në formën e salcave apo të thara, duke rritur kështu mundësinë për të konsumuar këtë
produkt edhe jashtë sezonit, por nga ana tjetër edhe për të ulur gati me 35% rrezikun për kancer të prostatës dhe testikular. Burrat që konsumojnë domate të gatuara të paktën 2 herë në javë kanë rrezik 35% më të ulët për zhvillimin e kancerit të prostatës, falë përmbajtjes së likopenit, zeaksantinës dhe luteinës që unë përmenda. Çaji i jeshil ngadalson rritjen e tumorit deri në 50%. Një ndër pyetjet që ju bët ishte pikërisht çfarë ka dobim të caktuara apo çajra. Pikërisht çaji i jeshil përmban sasi të larta të antioksidantëve. Unë nuk po përdor termat e vështirë sepse pak rëndësi kanë për ju termat. E rëndësishme është të kuptoni që çaji i jeshil e ul gati me 50% zhvillimin e tumorit dhe studimet kanë treguar që meshkujt të cilët e kanë në rutinë konsumin e çajit të jeshil kanë rritje të ngadaltë të qelizave kanceroze dhe më pak rrezik për format agresive të kancerit të prostatës. Perimet krucifere, si kundërthash familja krucifere, broko, lule lakër, lakër brukseli e të gjitha ngjyrat e lakrave dhe lule lakrave, pra të kësaj familje, ulin inflamacionin prostatik deri në 25%, duke ndihmuar kështu parandalimin apo zhvillimin e agravuar të tumoreve. Arrat dhe frutat arrore e ngadalsojnë përhapjen e kancerit. Arrat dhe kryesisht arrat e Brazilit apo makadamia përmbajnë sasi dhe të larta të silicit, kështu që është një ide shumë e mirë për të integruar këto në regjimin tonë ushqimor. Frutat arrore janë gati 30 gram të cilat rekomandohen në konsum, përveç fakti që përmbajnë sasi të larta të silicit, përmbajnë sasi të larta dhe të omega 3 dhe omega 6 që përsëri ndikojnë në shëndetin ton në tërësi dhe patjetër kanë një sasi të lartë të acidit alfa-linoleik dhe antioksidantëve të tjerë që ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së përhapjes së kancerit të prostatës. Ushqimet me sojë reduktojnë rrezikun deri në 26%. Kur flasim për sojën i referohemi pranisë së izoflavonëve që janë shumë të rëndësishëm. Madje izoflavonët ne i kemi rekomanduar dhe për shëndetin e gruas, sepse vetë soja përveç izoflavonëve përmban dhe fitoestrogen, të cilët janë komponent bimor kimik, por që imitojnë estrogenin femëror. Në rastin e kancerit të prostatës, ndihmojnë nëpërmjet izoflavonëve që luajnë një rol antioksidant të fuqishëm. Të mos harrojmë që soj mund të jetë, le të themi, i përpunuar, i fermentuar në formën e tofus, që është një djath i cili konsiderohet djathi i sojës dhe është vegetal dhe mund të jetë një ide shumë e mirë për ata që ndjekin edhe dietat vegane apo vegetariane. Kombinimi vaj të ullirit dhe domates që dyfishon efektet mbrojtëse. Patjetër ne kemi diskutuar që vaji i ullirit apo ulliri unë gjithmonë e konsideroj si avokado e MSD-ut, përmban sasi të larta të acidit oleik dhe pa diskutim që përmban sasi të larta të elementëve të tjerë omega e kështu me radhë. Ajo çfarë bën interesante është këtë kombinim është fakti që vaji i ullirit e përthith likopenin deri në 2 herë më shumë, duke rritur kështu ose duke dyfishuar kështu mbrojtjen kundër kancerit. Dietat vegetariane reduktojnë rrezikun për format agresive të kancerit deri në 44%. Referuar dhe asaj që thash më sipër, burrat që ndjekin një dietë vegetariane kanë më pak gjasa të zhvillojnë forma agresive të kancerit, duke i atribuar këtë pasuri fibrave dhe antioksidantëve në perime. Qitro, unë ndjeshëm nivelin e PSA-s. Qitro dhe të gjithë grupi i agrumeve kanë një rol të veçantë në uljen e këtij markusi. Kur flasim për agrume, i referohemi portokalle, limon, kumkuat, mandarin, qitro e kështu me radhë. Dhe duke bërë shëndetin e prostatës, ose le të themi duke ndihmuar në shëndetin e prostatës dhe shëndetit të burrit në përgjithësi. Hudhra, duke u konsideruar dhe si një ushqim nutracetik, burrat që konsumojnë hudhër rregullisht kanë rrezik më të ulët për kancer të prostatës për shkak të vetive antikancerogjene që vetë hudhra ka dhe alicinës që është komponenti kimik i cili ndoshta nuk i jep ndonjë aromë dhe shije të këndshme, por që ka një veprim të rëndësishëm. Vaji i peshkut rrit ndjeshmërinë ndaj trajtimit, acidet yndyrore omega 3, omega 6 që gjenden tek peshqit kryesisht të vegjël, pavarësisht se ne shpesh e përmendim salmonin si një ndër peshqit vërtet të shëndetshëm, por keni parasysh kur flasim për salmonin i referohemi vendeve që e kanë, po themi, pjesë të bregdetit të tyre si Skandinavia e të tjerë, por ne në Shqipëri, duke qenë që salmonin e tregtojmë prej së jashtme, mirë është që t'i referohemi peshqve tanë, pra troftën, merluci, sardelia, çugja e kështu me radhë, në mënyrë që ti përgjigjemi më mirë trajtimeve si radioterapia duke rritur efektivitetin e saj. Në fakt, shumë studime ose le të themi shumë debate ka mbi përdorimin e omega 3 në formën e suplementit gjatë pacientëve, gjatë zhvillimit të radioterapive tek ta pacient, por fal një
po themi trajnimi që ndoqa kohëve të fundit para rreth 1 jave mbi kancerin nga espeni, u diskutua pikërisht kjo çështje dhe në fakt të gjitha kanë qenë aludime, sepse omega-3-shi, edhe pse konsiderohet si një indicio për të shtuar problematika tek individët me radioterapi dhe kimioterapi, u hodh poshtë përjashtoi raste të caktuara të llojit të terapisë apo metalit që përdoret në këtë kimioterapi. Kështu që siç e vumre, kjo ishte një tabel e cila ishte një pjesë e të gjitha ushqimeve që natyra na ka falur, pa diskutim që ne kemi pafund ushqime që mund të përdorim, por këto janë disa prej tyre. Ritheksoj edhe një herë që studimet kanë treguar që dieta DASH, që ne e përmendim si një ndër dietat aleat të shëndetit kardiovaskular kur kemi folur për hipertensionin arterial, dieta aziatike dhe dieta mesdhetare kanë një rol thelbësor në mënyrën se si kanceri prostatës, meqense jemi duke i referuar atij, zhvillohet apo mund të parandalohet. Kështu që duke ju referuar faktit që ne jetojmë në një zonë mesdhetare, duke marrë parasysh ditët me diell që kemi, duke konsideruar ushqimet që kemi në tokën tonë dhe patjetër deti që mund na ofrojë edhe jodin, por nga ana tjetër edhe peshqit që unë rekomandova, ne e kemi shëndetin në duart tona. Është një emision vërtet i gjatë, është një emision i cili ndoshta në kohë të ngjeshur dha shumë informacion, ndaj edhe shpesh ju rikujtoj që her pas here t'i ktheni episodeve tona në YouTube, edhe pse ne kujdesemi që nëpërmjet reelsave apo shortsave të vendosim pjesë caktuara nga emisioni, por duke qenë që janë shumë pak minuta. Ndërkohë unë e kam gjithmonë dëshirën për të folur shumë dhe për të dhënë shumë informacion, është mirë që her pas here ti riktheheni për ta parë. Unë mendoj që ky ishte një emision i cili i ndërgjegjësoi deri diku individët të cilët e ndojshëm, ndoshta stimuloi kështu edhe uljen e egos së meshkujve për të bërë kontrolle të tilla. Sigurisht jemi një shoqëri patriarkale dhe ndoshta edhe me koncepte të gabuara, por të kujdesesh për veten nuk të bën më pak burr, përkundrazi, ty të jep më shumë forcë, të bën më shumë burr në syrin tënd, në syrin e familjes, në syrin e fëmijëve dhe në syrin e shoqërisë. Shembulli fillon nga ne gjithmonë përpiqemi të japim këshilla për të tjerët, por nëse ne vetë nuk kthehemi nga vetja, nëse ne vetë nuk i kujdesemi trupit tonë, nëse ne vetë nuk e kontrollojmë gjuhën e trupit tonë, patjetër që nuk mund të jesh dot një shembull i mirë kur ti vetë ende nuk e kryer minimumin e ekzaminimeve që të takojnë. Kështu që thënë këtë, më duhet patjetër t'ju rikujtoj gjithmonë shprehjen që ne në pjesën e madhe të emisionit e përmendim ndoshta jo kështu siç e themi në fund, por ato ndryshimet fare të vogla të regjimit ushqimor, të rregullimit të ciklit të gjumit, të heqjes së duhanit, të konsumit të më pak alkool gjatë ditës, të bërjes të aktivitetit fizik dhe ndryshime kaq të thjeshta, teknikat e frymëmarrjes apo her pas here edhe meditimi apo qetësia në mendime, mund të na ndihmojë për të bërë dhe për të realizuar zgjidhje të mëdha. Kështu që derisa ne të shihemi javës tjetër, unë besoj që jeni duke i premtuar vetes tashmë që nesër e në vijim do të bëni kontrollet e radhës. Unë vërtet u kënaqa, më pëlqen që çdo herë që jemi në emision live ka ndërveprim nga ju, bëni pyetje, kjo tregon që vërtet ka etje për dituri dhe vërtet ka etje për këshilla. Në episodin e radhës do të kemi një temë shumë interesante, shpesh e kam zbuluar gjithmonë një episod para rendës, por këtë herë do ta lë surprizë. Deri atëherë, unë ju falenderoj që qëndruat me ne, pa diskutim falenderoj për angazhimin tuaj dhe patjetër do të përpiqem që çdo javë të kemi tema interesante që të vlejnë juve dhe familjarëve. Ju uroj një mbrëmje të këndshme, një fundjavë të bukur